Të dashur qytetarë, jemi mbledhur sot për të ngritur zërin ton kundër një padrejtësie që po i bëhet ish kryeministrit Ramush Haradinaj për një padrejtësi që po i bëhet Kosovës. Ndalja Ramush Haradinajt është përpjekje për të ndalur Kosovën në rrugtimin e vet drejt Evropës së Bashkuar, në rrugtimin e vet drejt lirisë, dhe këtë gjë nuk do ta lejoni. Fillimisht, para jush do të dalë një nga zërat aktiv të shoqërisë civile, zonja Besa Lusha. Të nderuar qytetarë të Kosovës, të respektuar familjar, miq, bashkëpunëtor të Ramushit. Ne si qytetarë të Kosovës jemi përballur për vite, dekada të tëra me padrejtësi në një regjim kur ndjeheshim të robëruar dhe të pushtuar. Kur e fituam lirinë e posaçërisht shtetin e Kosovës në vitin 2008, natyrshëm të gjithë qytetarët e Kosovës shpresuan se do të kenë një sistem, një shtet në të cilin do të ketë drejtësi për të gjithë dhe askush nuk do të jetë mbi ligj. Për fat të keq, edhe në këto kushte të lirisë dhe të shtetit tonë, qytetarët e Kosovës patën arsye dhe vazhdimisht po kemi arsye të ngrejmë zërin edhe të protestojmë kundër padrejtësive të shumta, si të atyre të natyrës sociale, ekonomike, por edhe politike. Në mesin e atyre që vazhdimisht protestuan kundër këtyre padrejtësive të ngritën zërin fuqishëm, ishte gjithmonë edhe Ramushi, edhe si politikan, por edhe si qytetar i Kosovës. Me aktin e tij, kur sakrifikoi në paqë, ashtu siç kishte sakrifikuar në luftë dhe u përgjigj drejtësisë ndërkombëtare, ndonse donte të tregonte dhe të përçonte mesazh se qytetarët e Kosovës nuk janë me faj, janë të pafajshëm për akuzat që i bëheshin, megjithatë përçoi një mesazh dhe prezantoi Kosovën dhe qytetarët e saj para një sistemi të drejtësisë ndërkombëtare në mënyrë shumë të dinjitetshme. Ishte i vetmi lider dhe përfaqësues politik në rajon që e bëri këtë. Me këtë e bëri nderin vendit dhe popullit të tij. Prandaj sot ne si qytetar ja kemi borxh të ngrejmë zërin dhe të protestojmë edhe kundër padrejtësive që po i bëhen atij përsëri. Sot, në këto momente të ndjeshme për të ardhmen e vendit tonë, pikrisht kur kauzat të cilet ai dhe kolegët e tij opozitari këndvështuan fuqishëm pikrisht sepse i konsiderojnë që janë padrejtësi që i bëhen qytetarëve të Kosovës. Në këto kundërshtime ju bashkuan edhe shumë nga ne si qytetarë. Pra në këto momente të ndjeshme ai u mor peng nga akuzat të ringritura nga ish bashkëpunëtorët e një regjimi që kryen gjenocid ndaj popullit tonë. Prandaj qytetarët e Kosovës dhe ata në diasporë kudo, me të drejtë ndjehen të revoltuar dhe protestojnë që një bashkëqytetar i tyre, një përfaqësues politik, një ish luftëtar i lirisë, një ish general, një ish kryeministër, sot mbahet peng për më shumë se 2 muaj në bazë të këtyre akuzave të paqena të ngritura nga bashkëpunëtorët e atij ish regjimi. Qytetarët po ashtu ndjehen të revoltuar se një gjykatë vendore një shteti mik siç është Franca, megjithatë i mori për bazë këto fletë arreste dhe po e mban ende peng Ramushin. Më datën 3 prill do të bëhen 9 vite që kur Ramushi për herë të parë u lirua nga akuzat që ju bën dhe doli fitimtare u kthye si hero në këtë vend. Në nëntor 2012 ishte hera dytë që ai e fitoi lirinë dhe mbrojti me dinjitet gjithë veprimet që kanë bërë qytetarët e Kosovës për të fituar lirinë. Ne presim që ai do të kthehet përsëri për herën e tretë dhe të fundit, duke dëshmuar edhe një herë atë që është hero dhe që i del Zot vendit vet. Me të drejtë kolegët e tij të Partisë të Aleanca për Armërinë e Kosovës, por dhe kolegët e tjerë nga gjithë spektri politik në vend, me këtë rast edhe ne si qytetarë të Kosovës, të gjithë shqiptarët pra kudo që janë, po ndjehen të revoltuar që pas kaq shumë viteve Ramushi përsëri po privohet nga mundësia për të bërë atë që ai di më së miri, t'i dalë Zot vendit të vet. Qytetarët po ashtu janë të revoltuar që institucionet e Kosovës nuk kanë vepruar me shumë efikasitet edhe në kohën e duhur që këto fletë arrestime të eliminohen një herë për gjithmonë. Për gjithë këto vite që Kosova ka dialoguar me Serbinë për të përmirësuar gjëja marrëdhëniet mes këtyre dy shteteve,
qytetarët nuk i përjetuar drejt për drejt rezultatet e këtij procesi. Është e pafalshme që kur nuk u ngrit çështja e fletaresteve gjatë këtij dialogu. Është e pafalshme që sot Interpoli dhe shtetet mike që të BE-s që kanë njohur Kosovën vazhdojnë të pranojnë dhe të veprojnë në bazë të këtyre fletaresteve të paligjshme të një shteti që më nuk ka jurisdiksion mbi Kosovën dhe nuk ka të drejtë të merret më me qytetarët e këtij vendi. Prandaj sot, duke u solidarizuar me kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për protestën e sotme të thirrur të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim të bindjeve orientimeve të tyre politike, jemi bashkuar këtu që të protestojmë një zëri dhe të kërkojmë që sistemi drejtësisë në Francë të trajtojë me dinjitetin e duhur dhe ta lirojnë menjëherë e pas një vonesë një personalitet si Ramush Haradinaj që me vullnet respektoi sistemin e drejtësisë ndërkombëtare dy herë radhasi dhe doli fitimtar nga ai proces. 2. Që institucionet e Republikës së Kosovës të jenë aktive, këmbgulse dhe të vendosura në mbrojtjen e sovranitetit të shtetit, por edhe të lirisë të qytetarit të saj, deputetit, ish kryeministrit Ramush Haradinaj, duke konsideruar lirimin e tij si obligim kushtetues dhe interes shtetëror e kombëtar. Ashtu siç thoshte një patriot amerikan Benjamin Franklin, drejtësia nuk do të realizohet derisa ata që nuk e kanë provuar të ndjehen po aq të hidhur sa ata që janë përballur një herë me të. Si qytetarë të Kosovës duhet të kuptojmë se në raste të këtilla ne të gjithë duhet të jemi të bashkuar dhe një zëri të kërkojmë drejtësi për Ramushin, sepse kështu kërkojmë drejtësi për të gjithë ne. Drejtësi për Ramushin do të thotë drejtësi për Kosovën. Ju falenderit. Më lejoni që para jush të ftoj për një fjalë rasti ambasadorin zotri William Walker. Meredith to everyone here today. This is incredible. I always apologize for not speaking Albanian, and therefore I'm not sure what has already been said about Ramush Haradinaj. Nuk mund të flas gjuhën shqipe, prandaj edhe nuk e di se çka u tha pak më parë për zotin Haradinaj. I just want to take 1 minute Do marr vetëm një minutë why I am here. për të thënë se jam këtu. The man whose picture is behind me is a good Njeriu friend që of vjen mine. prapa meje Is a good friend of mine. është një mik I mirë imi. He was in the past, he is today, and he will be in the future, whatever happens. Ka qenë mik I imi në kaluarën, është sot, do të jetë në të ardhmen, pavarësisht se çfarë do të ndodhë. I arrived late last night. I had just heard about this incredible gathering of my many friends from Kosovo. Kam brim vonë dhe vonë kam kuptuar për këtë tubim kaq madhështor, ka kaq shumë njerëz nga tërë Kosova. So I didn't come to give a speech. I just want to say something from my heart. Prandaj nuk kam marrë një fjalim, po du më thonë diçka prej zemrës. I am here today to show my solidarity with Ramush Haradinaj, with you, the people of Pristina, the people of Kosovo. Jam këtu, solidaritetin tim, me Ramushin dhe me qip juve këtu njerëz nga tërë Kosova. I was brought up to think that the system of justice in France
was the pinnacle, was the best there was in the world. Unë kam menduar gjithmonë personalisht se sistemi i drejtësisë Francë është më i mirë në botë. What has happened to this hero of the people of Kosovo in France, for me, is a disgrace. Kjo që ka ndodhur me herojin e Kosovës në Francë, për mendimin tim, është turp. Again, I stand here in solidarity with all of you, with everybody in the world who believes in real justice and not using a justice system for political means. I'm here to show my solidarity for Ramush Haradinaj, that he comes back as soon as possible, and that we forget these stupid things that are coming out of Belgrade every day to try and disturb the independence and the peace of this wonderful new country of Kosovo. Thank you very, very much for your support for Ramush. Po nga trafën e njerë, po përsëris, po të ndoj të para ju, bashkë me gjithë juve dhe këdor kudo në botë, në shaj solidariteti për Ramush Haradinaj, që të vijë drejtësia dhe t'jepet fond marrëzive që vinë nga Beogradi, nga Serbia, dhe shpresoj që shpejti Ramush Haradinaj të kthehet jetë këtu me juve. Ramushi është Kosova! Ramushi është Kosova! Në këtë bim sot janë mbledhur qytetar pa parti, profesor e intelektual, sportist e këngëtar, artist e punëtor, nxënës e minator. Dhe gjithë janë bashkuar rreth një qëllimi, që të mos e lejon Serbin t'i sulmoj vlerat tona. Në emër të profesorëve, para jush profesor Muj Rugova. Të nderuar qytetar të Kosovës, i nderuar apo i respektuar i ambasador Volker, jam i mbledhur sot këtu për të thënë jonë e madhe, matutje maltretime për herojin e gjallë Ramush Haradinaj, dhe jotë e madhe për atë që ky burr shpetoi rrafshin e Dugaxhinit se Peja do t'ishte një Mitrovice dytë edhe Maran. Prandaj, prandaj, Ramush Haradinaj bahet pa drejtësisht në Kolmar, përkatësisht në shtetin francez, që zoti Volker para me e tha se ka shiqua çdo herë si një prej shteteve me drejtësi më të avancuar. Po këtë herë Franca nuk po flet ashtu si ka fol ndoshta gjatë historisë. Prandaj, sot ky popull, unë këtu jam, në emër të intelektualëve të zonës së Rrugovës, në atë klub ku janë pjesëtar 30 profesor të rregull të universiteteve publike të Republikës së Kosovës, është Rrugova Kreshnike, që son dalë kur nga mbrojtja e kufinit, rrafshi Dugaxhinit, Podgori, të cilët janë 3 kratë fuqishëm, dhe këtu po ju thonë, Mali Zi duhet të tërhiqet në kufit, që i ka caktua Komisionin Ndërkombëtar, vijat kufitare të ish republikave dhe krajinave autonome të Kosovës të zhvlerësohen. Komisionet ad hoc që nuk kanë bë matje, asnjë nga këto, po kanë bë mbledhje matematikore, 2 herë 3 bën 6, edhe 3 herë 2 bën 6. Në varet kush kanë po e shumëzon. Prandaj, ne sot e ftojmë nga këtu botën demokratike, nga Tokyoja në Los Angeles, nga linja në prandim, intelektual botnor që të mbrojnë drejtësinë për këtë heroj të gjallë të popullit shqiptar,
ftojmë popullin shqiptar, ka është Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi, Qamëri dhe i shpërndar në përbot si votë e qyqes që tjetë grusht të mbroj Ramush Haradinaj. Se në rështë Ramush Haradinaj mbrohet flamuri kuqezi, mbrohet populli shqiptar, mbrohet e ardhmja populli shqiptar. Për ndryshe, po ne nuk reagun dhe nuk jeni trup si sot tu, atëhere Ramush Haradinaj ngelet si tu është i burgosur politikisht dhe mos mund të japë kontributin e vetë, as për Kosovën, as për Shqiptare. Pra ne, të gjithë ju që jeni këtu, duhet jemi bashkë me ju dhe ta themi jo në madhe, që Ramushi tjetë atje dhe po në madhe, që Ramushi sa më shpejt vjen këtu. Ju faleminderit. Liri për Ramushit! Liri për Ramushit! Liri për Ramushit! Një zë i arsyeshëm në politikën e Kosovës është padyshim edhe ish zëdhënësi i UÇK-s, ish kryetari i Kuvendit, ish kryetari i Këshillit Kombëtar, zotri Jakub Krasniqi. Nderuri Zotri Ambasador Volker, misë erdhe në Kosovë dhe në Prishtinë. Të nderuar qytetarët të Prishtinës dhe të çdo qyteti dhe fshati të Republikës Kosovës, mirë se keni ardhur sot për të thënë shtetin e juaj për Ramushin dhe për Kosovën. Sot nuk jemi këtu për të mbrojtur Ramush Haradinaj si luftëtar të lirisë, se ai këtë e ka mbrojtur më së miri me veprën e tij para drejtësisë ndërkombëtare 2 herë në gjykatën e Hagës. Atje ku drejtësia ndërkombëtare i ka thënë pa vajsi. Sot nuk jem këtu për të mbrojtur Ramush Haradinin as se kryetar të Aleancës për Admërinë e Kosovës. Se për te fjallin e kanë thënë disa herë qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk jemi këtu as për të mbrojtur si ish kryeministër të Republikës Kosovës. Këtu qytetarët e Kosovës, jo të në Prishtinë, po në çdo qytet të Kosovës, kudo që ka shqiptar në Evropë dhe në botë, jemi bërë bashkë për të mbrojtur Ramushin nga akuzat e gënjeshtërta të regjimit të Beogradit, që janë kurdisur jo vetëm kundër Ramushit e për Ramushin, por edhe për Ramushin, edhe për Kosovën dhe për tallmën e saj. Prandaj ne sot, si qytetarë të Republikës Kosovës, kërkojmë nga drejtësia e Francës që mos të mbështetet në akuzat e rreshme që ka kurdisur jo vetëm sot politika në Beograd ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe Ramushit në veçanti. Të gjithë qytetarë të nderuar, e dim se para ca vitesh në Beograd ishte hartuar një memorandum mbi të cilin u zhvillu një luftë. Dhe ajo luftë kishte për qëllim të bëj pastrimin e Kosovës nga qytetarët e saj dhe ushtroi gjenocid.
por nga akademi, me 2011, është hartuar një memorandum tjetër, i cili kërkon nga qeveria shoveniste e Serbisë që atë që kishte hup në lufta Serbia ta tenten e paqë. Dhe për këtë arsye, aja kishte bërë një memorandum për të kërkuar nga qeveria serbe që ndaj shqiptarëve, ndaj atyre që kanë luftuar për liri, siç ka luftuar për liri dhe në Mush Haradinaj, të ngriten akuzat e rreshme për të barazuar gjenocidin që kishin ushtruar mase 3 herë politikat e Beogradit në Kosovë me pjesëtarët dhe luftën liridashte të shqiptarëve, por dhe të tjerëve në hapësirat e ish Jugosllavisë. Prandaj, jam i bindur që fjalët e secilin nga ne janë tepër të varfëra për ta shprehur masovizimin dhe mbështetjen që Ramush Haradinaj ka nga qytetarët e Kosovës. Dhe kjo që ka shoh parasysh është dëshmia më e fuqishme. Ramushi është Kosova! Ramushi është Kosova! Unë po e përfundoj fjalën time duke përshëndetur përzemërsisht Ramush Haradinajn dhe duke i thënë se jo vetëm aleancat paramërinë e Kosovës dhe jo vetëm opozita, por gjithë shqiptarët kudo që janë me ty. Përveç saj, qytetarët e Kosovës sot, dhe jo vetëm sot, po dhe nesër, do t'i bëjnë kërkesë dhe thirrje drejtësisë e Francës që mos merr vendime mbi bazën e akuzave të rreshme dhe dëshmive të rreshme dhe një regjimi që ka ushtruar gjenocid, jo vetëm në Republikën e Kosovës dhe jo vetëm ndaj shqiptarëve. Ajo politikë që është udhëhequr nga Beogradi ka qenë politikë që e ka gjitë faqet zezë, jo vetëm Serbisë, por gjitha vendeve të botës demokratike. Prandaj, këtë rast shprehi dhe zërin tuaj dhe timin që të kërkojmë lirimin sa më të shpejt të Ramush Haradinit dhe thimin e tij, në rubrikën e tij, në familjen e tij, e cila ka dhënë shumë për lirin që e gëzon sot Republika e Kosovës, që e gëzon sot çdo qytetar i saj. Faleminderit për lëndën, faleminderit për mbështetjen. Ramushi! 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 Nderuar qytetar, më lejoni që të ftoj për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Prishtinës, zotrin Shpend Hami. Të nderuar bashkëqytetar, për juve që jeni në fillim këtu, po ju tregoj që s'po shihet fundi. Për ata që kanë mendu se cila do t'jetë përgjigjja e popullit Kosovës ndaj arrestimit të Ramush Haradinës me akt akuzat të Serbisë, mund t'i marrin fotografit dhe pamjet sot. Kur e takuam Ramushin para disa ditësh, diskutuam se a thua është e rastësishme që ai sot po bëhet në Francë e javën e ardhshme në kuvend duan ta sjellin demarkacionin. Besoj se të gjithë pajtohemi që kjo fare nuk është e rastësishme. Por po ashtu, përgjigjja e Ramush Haradinës dhe të gjithë neve dhe të gjithë qytetarëve është demarkacioni nuk ka lënë. Post demarkacioni!
para epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe populli i Kosovës ka sakrifikuar shumë që ne sot jetojmë në liri. Dhe në krye të kësaj lufte ishin familje si familja Jashari dhe familja Haradinaj. Kjo familje, si kurse populli i Kosovës ka sakrifikuar shumë, ka humbur djemt më të mirë të familjes dhe kemi humbur djemt më të mirë të popullit. Këta djemt ishin në krye të detyrës kur kërkohej, e janë edhe sot në krye të detyrës kur kërkohet që t'i rezistojnë marrëveshjeve dëmtueshme për Kosovën apo të këqija që po na i sjellin. Nëse ata mendojnë se po e mbajnë peng vetëm Ramushin, ata gabojnë. Që se po mendojnë se ata akuzojnë vetëm Ramushin me këto akta-akuza, ata gabojnë. Ata janë të akuzu gjithë popullin e Kosovës, ata po mundohen me mbajt peng gjithë popullin e Kosovës, ata po mundohen të na kërcënojnë gjithë neve me akta-akuza të rrejshme, të cilat nuk i kemi pranuar as atëherë e nuk do t'i pranojmë as sot. Ndoshta Franca e Evropa nuk i njohin Vučićin, Nikolićin e Dashićin, po na i njohim shumë mirë. Se këta janë të njëjtit të vitit 1999. Këta kanë qenë në pushtet atëherë. Dhe këta sot po ngrisin akta-akuza. Me mujt se cilit prej neve na kishin ngrit akta-akuza. Me mujt 99 na kishin qit krejt për Kosovës, por atëherë ja kemi dhënë një përgjigje shumë të ashpër. E si që ka thonë Ramushi në Francë, të njëjtën përgjigje do ta marrin edhe sot. Asnjëherë nuk do të përulemi para shkeljes së dignitetit ton, para humbjes së territorit ton, para shkatrimit të shtetit ton, sepse këtë ja u kemi bërë të gjithë dëshmorëve që e dhanë jetën për këtë shtet, që e dhanë jetën për shqiptari, që ne sot të jetojmë të jetë. Andaj sot, të gjithë ne, une, gjithë ju, sot jemi Ramusha. Sot jemi Ramush Haradinaj. Dhe Ramushi është populli i Kosovës. Dhe deri sa t'lirohet Ramushi nuk do t'jemi t'lirë as ne. Por edhe njëherë bashkëqytetarët mi të nderuar, prej Prishtinës, mesazh sot, demarkacioni nuk kalon, nuk ka kërcënim që as Braps, as Ramushin, as gjithë neve. Prandaj, qëndroni të bashkuar të luftojmë për këtë vend, qëndroni të bashkuar të mos pranojmë gjëra të këqija për vendin ton, e gjithmonë të punojmë së bashku që Ramushi të kthehet sa më shpejt në Kosovë e të vazhdojë punën e tij në rezistencën kundër këtij pushtetit keq që e kemi. Ramushi! 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 Faleminderit të gjithëve, liri për Ramush Haradinën, liri për popullin e Kosovës. Ndalja abuzive e Ramush Haradinajt në Francë, përpos që është goditje rënd për Kosovën, sepse është ndaluar njeriu që gjithë jetën ja ka kushtuar këtij vendi, ajo ka goditur fort edhe familjen e tij, bab Hilmiun e nën Rukën, por edhe gjithë anëtarët e tjerë, të mëdhenj e të vegjël. Zotri Daud Haradinaj i ka dy fjalë në këtë cilësi. Uçaka! 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 Faleminderit shumë, por thanë që s'po shihet puni, në të vërtetë s'po shihet puni. Ambassador Walker, it's a great honor for us to have you here. Thank you very much. E kam shkruar se kom dash në spital për binarit, se ka herë njeri për emocioneve dhe më i ka bën, kështu që kërkoj mirë kuptimin tuaj. Qytetar Prishtinës, Kosovës, bashkëluftar, gjithë sa jeni prezent. Çka do që unë muj me thonë sot, është e tepër, sepse kjo pjesëmarrje po e dëshmon se Ramushi nuk o vetëm, edhe i falenderoj shumë para folës të mi, për fjalët madhështore që i thanë. Por për e thonë edhe një sen, me shërgojnë 19 vjetë, për Adem Jashari, familja ti,
pjesë në betejën për lirimin e Kosovës. Kemi pas patin e madh, dhe pas burrat mëdhenj këtë vend, edhe do të ketë gjithmonë. Por, pas shumë përpjekjeve, shumë betejave, pas fitores e lirisë, çka ndodhi pas luftës? Mbetjet e Miloševićit në Kosovën, Jugosllavinë e vjetër, në Serbi, asnjëherë nuk u nalën kundër lirisë së Kosovës dhe kundër popullit shqiptar. Ashtu sikurse edhe sot tentojnë t'ja mohojnë lindgrani. Por ata duhet ta kujtojnë edhe një fakt, dhe gjithë ata që janë me ta, se shqiptarët nuk janë shqiptarët e para shekullit 19. Pavarësisht ku jetojnë në ndarje administrative, jemi kombi madh edhe lirin asnjëherë s'kemi ja jep kërkujt. Ne nuk kërkojmë ja marrë lirin askujt, por ku do të ndërton, pallu për pallu me kombin shqiptar, sikur se 98, sikur se 99, sikur se një shekull luftë për këtë ditë. Por të pa ndesh në nësë të klasim sot këtu dhe nuk e qojmë një mesazh për qeveritan mbrava. Ata e kanë rastin sot për me marrë 5 veprime. Dhe këto veprime mendoj që janë favor të Kosovës. E kanë rastin me i thonë jo dialogot me Serbinë, përderisa Serbia nuk kërkon falje për popullin shqiptar me krimeve të saj këtu. Dhe kanë rastin që thajnë jo këtij demarkacioni, që e dëmton Kosovën mbi 8.800 hektarë. Ne nuk jemi kundër demarkimit me malin e zi, por nuk jemi të gatshëm me dhona si metër. Dhe kur do që dëmtojnë, kanë më përballë deri në fund, deri në sekondën e fundit. Jo, nuk do të kalon. E kanë rastin demarkacioni! E kanë rastin historik, t'ja bojnë me dije Beogradit, se lëvizjet në për Kosovë, në emën të elektoratit, janë të pa tolerueshme për popullin shqiptar. E vespas për ata burra, me kodë shtira ishin me Miloševićin. Ata e kanë humbë Kosovën, s'ka voda për ta në Kosovë. Voda dhe drejtit Serbi jo në Kosovë. E kanë rastin unik, të thojnë stop padrejtësive, stop padrejtësive etnike. Neve jemi për drejtësi, jemi për qëka speciale, në rast se sërt që kanë kry krime dhe kanë vranë mbi 12.000 shqiptarë në Kosovë, do të përgjigjen. Atëherë ajo është drejtësi, nuk ka drejtësi etnike. Duhet ke drejtësi për gjithë qytetarët e Kosovës. Por në fund punit e kanë rastin unik, që Kosovën ta bojnë me ushtri. Dhe t'i bindin e miqtanë se ushtria e Kosovës është garant e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Dhe mos sillen sikur se nuk e shohin lëvizjet që ndodhin në rajon. Unë e di edhe një fakt, sepse kjo që ju jeni sot këtu është një betejë edhe për pak nga side shumë ta që i keni, sepse pëjsho minator, pëjsho sportistat, intelektual, pëjsho streset sociale, pëjshojnë veteran, familje të shmorëve, pëjshojnë kryetarët e komunal, cilët padrejtësisht konsiderohen baza politike dhe nuk përkrahen me buxhet. Por nuk po zgjatem shumë. Krejnë fund, ju me prezencën e juj, me këtë bashkim, po e dëshmoni se që ky vend ka zot. Pavarësisht kush udhëheq sot këtë vend, populli është sovrani i këtij vendi. Unë ju jam mirënjohës, jo vetëm ju që jeni sot prezent, por gjithë populli shqiptar, kudo, në Tiranë, Shkup, Lugin Përshevës, Malzi, në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kemi Rustem Gecin këtu. Gjithë atyne që këto momente nuk e lanë Ramush Haradinaj në vetëm. Ju jemi mirënjohës për jetë e mos dhe ju siguroj që bashkë me ju shumë shpejt të përstojnë atitore tjera. Që pa ndej shumë. Ramushi! 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 Ne të gjithë sot jemi mbledhur për herojin e gjallë të Kosovës, për luftëtarin e lirisë, për komandantin, për kryetarin ton, i cili po mbahet me një urdhër arrest të Serbisë. Prandaj ne jemi mbledhur për t'i thënë Serbisë e armiqve të Kosovës se krejt Kosova është me Ramushin dhe një popull as nuk mund të vritet, as nuk mund të gjunjëzohet. Ramush Haradinaj e ka dërguar një mesazh nga Franca për të gjithë ju që sot jeni mbledhur këtu, por edhe për të gjithë ata shqiptarë që sot me zamër janë me neve. Ta ndëgjojmë. Dashur qytetarë Prishtinës, Kosovës,
të dashur shqiptar nga do që jeni, veçanisht dashur protestues, sot në Prishtinë. Shkoj kohë e gjatë duke u përpjek e duke luftu për drejtën tonë. Edhe sot po e vazhdojmë po këtë rrugë, duke kërku drejtën tonë me jetu të lirë, me dignitet në vatra tona. Ju jam thellësisht mirënjohës nga zemra ime për krejt përkrahin dhe qëndrueshmërinë e juaj. Nëse qëndrojnë rrugën tonë në drejtën tonë, do ta fitojnë të drejtën tonë të jetojnë të lirë në tokat tona, në vendin tonë. Ju faleminderit shumë. Të dashur qytetarë, e di që do të jemi gjithmonë bashkë në mbrojtje të lirisë dhe prosperitetit të Kosovës, në mbrojtje të njeriut që identifikohet me lirinë Ramush Haradinaj. Një falënderim i madh për të gjithë ju që sot ishit këtu. Miru pafshim sa herë ta kërkoj nevoja. Faleminderit. Beograd se harantira jo të pari